Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. إكرامي يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي Si duhet na mos sjell me Kur'anin? Numër 1 duhet me besu me akiden e ehlu sunna wal jamaa. Me qenë do thot mi pa hajrin Kur'anit. Obligimi numër 2 do thot mi studiu shkencat kuranore. Edhe mi mësu dikujt edhe me thirr popullin dhe të tjerë me punu sipas Kur'anit. Kjo është ai bereqeti i Kur'anit, forca e Kur'anit. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri nga ju është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson dikujt tjetër. Numër 4, bi kuptu ato kuptimet kuranore, ajetet, dhe thot, në të meditojmë rreth Kur'anit. Numër 5, masi ta mësojmë, api bëm të krarë Kur'anit, hafëzllëkut tonë, apo e kemi harrot, po që a kemi mësua. Sa e kushtojmë rëndësi këtyne gjanave. Dhe numër 6, na iqametu hududillah, ligjet kuranore, mi praktiku jetën tonë. Mjerisht botën arabe, edhe të na këtu, pa egzagerim. Po do të shkojmë si bylbyla po në Kur'anin. Mashallah, kompjutera. Mirë po i kemi ngrit shkronjat, ndërsa obligimet dhe ligjet kuranore i kemi lë anash. Aty këtu me përqindje të vogël kur them, aty këtu ju lutem mos muslimani apo mos më kritikoni, jam i vetëdijshëm çka po flas, aty këtu nuk është për mugzue. Sot nuk u marrën e qefin mi apo ju o student o djem të virë o vajza e mia, po ku marr me treguni galet madhe që e kam zemër, nuk jemi do të gjë si duhet.